Roboti luftëtar shfarosës? Po, dikush që mund të heq qafe një tup me robot luftëtar, mendoj. I gjithë informacioni zyrtar është këtu në faqen e Federatës së Robotëve Luftëtar. Me sa duket po kërkojnë një robot të fortë luftëtar për të formuar një ekip të përkohshëm për sigurimin. Një ekip sigurimi? Kjo është Djema, fantastike. ofrojnë edhe një shumë të madhe. S'mund ta lëm të iki një rast i tillë. Janë shumë para në mes. Nëse po kërkojnë ekipe sigurimi të robotëve luftëtar, atëherë këta tipa duhet të jenë vërtet të këqij. Me qëra fjala Aruka, ku po shkojmë? Tani po shkojmë në perëndim të qytetit Nekria. S'na duhet edhe shumë për të mbritur atje. Vendi dur në kërkim për aventura. Gjë e bukur kjo. Do kishte qenë më mirë sikur të merrja syzet e diellit. Kini vëmendjen dhe pilotojeni këtë ark. Ju s'duhet ishit këtu. Ma e mira për të gjithë ju është të ktheheni ande nga erdhët. Çfarë do të thuash? Në faqen tuaj në internet thuaj që ju kërkonit ekipet Po, robotë lemri luftëtar. mendori kryebashkiaku. Unë sapo e kam marrë distiktivin. Kemi ardhur dhe mi veshur për këtë rast. Na lini? Një distiktiv nuk të bën të dukesh i mirë, djalosh, vetëm se të bën një shënjestër për t'jem të këqinj. Dëgjove. Aha? Vërtet? Po ne nuk kemi si ekipet e tjera. Ne do të fitojmë. Këtë e kam parë dhe dëgjuar dhe më parë. Robotët luftëtar të ekipit Akira mund të komunikojnë direkt me njerëzit. Kjo duhet të ndihmoj, si thua? Po, ndoshta, por nuk e kuptoj se si thjesht me të folur mund të ndryshosh gjërat deri në fund. Sigurimi! Flisni, zoti Për kryebashkiak, si sa është kohë puna? mendoni t'i lejoni ata robotët renegat luftëtar të vazhdojnë kështu? Më vjen keq, po unë po përpiqem. Nëse do më duhej vetëm djesa, nuk do kisha nevojë për sigurimin. Përse nuk dërgoni dikë të merret me këtë punë? Më vjen keq, zotëri. Dhe e quani veten sigurim, përse ju paguaj unë juve? Pra, çfarë ka ndodhur zoti Dua kryebashkiak? të përfundoj ndërtimin e një parku lodërash në tokën e Nekrias që të vijnë vizitor nga gjithë bota. Për të bërë këtë, më duhet i largoj robotët renegat. Unë dua që ata robot të largohen tani. Zotri, do të ishim të lumtur të na e besonit ne. Do ta bëni? Më lejoni t'ju prezantoj ekipin Akira. Jemi gati t'i mbledhim të gjithë këta robot. Ekipi Akira, duhet keni parë lajmërimin që unë nxorra në internet. Jeni antar të përkohshëm të ekipit sigurimit. Mirë se erdhët mes nesh Jeni ekipi të nderuar Akira. shkëlqësia juaj. Fantastike. Oh, këtu është më nxehtë se sa t'i kanë në zjarr. Mos vazhdo të ankohesh më. Kemi një punë për të bërë këtu. Mirë djem të këqinj. Djem të mirë sapo kanë ardhur për ta pastruar këtë qytet. Ta bëjmë si duhet këtë punë. Të marrim çmimin dhe të ikim që këtej. Mirë. Rrini vigjilent. Ata robotët renegat mund të dalin në çdo kohë. Mos u shqetëso. Këtej sot kaloj asnjë. Ë? Ryugu, ma kthe këtu. Dëgjoni këtu, dengje të këqija me bulona. Tani ka një sherif të ri në qytet dhe do t'ju kthej në skrap të gjithëve nëse nuk dorëzoheni. Kështu që nëse nuk doni të përfundoni në flek metalike, do ju sugjeroja të dorëzoheshit tani. Mos u shmende. Si gjithnjë, goja jote e madhe do na fus në telashe. Spectre! Ë? Shtukuni me njëherë që këtu ose përgatituni për fundin tuaj. Vazhdoni. Mirë, Gango, ja ku më keni. Ryugu, mjaft. Njihu me shokun tim të vogël. Goditja tre flinës! Kujdes! Goditja e Spectri! Ryugu, jo! Goditja tre flinës! Haruka, duhet të kontaktosh Vibotin. Oh, shpresoj të arrim tani që jemi këtu poshtë në lugin. Vibot, Marje, nxito, të lutem u përgjigj, mirë? Përshëndetje. Vibot, dërgosh i jetën Shqiponj, Drajmogun dhe Dajgun me njëherë. Dajku! Shqeqet! Goditja tre flinës! Forca djema, duhet të bëni diçka. Duket sikur po vjen komisaria. Djema, nëse duam të fitojmë këtë ndeshje, ne na duhet vetëm shpejtësia e bulionit. Ja ku jam për procesin e bashkimit. Bulion, të bashkojmë fuqit.
Në rregull, procesi i armatimit. Precipitejes, daj bulion! Gati! Ndryshimi i luftëtarit! Oh, mos! Aha! Ndryshimi i luftëtarit! Tre brirësh! Unë nuk mendoj se këta do të luajnë sipas rregullave. Aha! Mirë Djema, duhet mbledhur ekipi. Shigjeta shqipojnë, Drajmok, bëuni gati. Koha për të bashkuar me Tajgulionin. Kuptova! Mirë pra, rrezja Tajgulion. Rrezja Tajgulion! Drejt e te kanoqe! Le t'ja u tregojmë qefin këtyre tani. Punë e bukur Djema, anulloni procesin e armatimit. Bulion, lësho kthetur në rufe. Jakubo vjen dhe goditja 7-8 në mënyrën e fortë. Ndryshimi i luftëtarit! Shpata kot! Bulion, s'është e mundur. Mos! Unë jam Bonrex dhe këta janë vlezrit e mi. Unë jam korrësi i zi Dispector dhe ky është Trebrirshi portier. Trebrirshi, Juan! Ç'lloj emrash janë këta? Bonrex, Dispector dhe Trebrirshi. Po, si e keni hallin ju? Nuk ju kishin qenë më ma tuaj apo çfarë? Po, lërni me remut, do t'i shndërroj në Nuk është koha tani! Unë deshët me guxim dhe nder, por humbët. Shkoni në shtëpi dhe lëpini plagët tani. Do t'i mbrojmë vetë këto male, dhe nëse ktheheni në këtë lugin, do t'ju çojmë copa në shtëpinë tuaj. Do shkatërrohen. Ikni, tani! Dhe mos harroni paralajmërimin. Mos u ktheni kurrë. Prisni, kjo nuk ka mbaruar akoma. Tajgulion, a je mirë? O, shoku, mos u mërzit. Kujdesemi ne për ty. Mbau fort Tajgulion. Është e kot. As Bonorexi, Dispectori, as Trebrirshi nuk gjende në faqen e internetit si robot luftëtar. Nuk ka asnjë informacion për ta. I kërkova të gjitha të dhënat, por s'ka gjë. Duket sikur të mos ekzistonin. Asnjë e dhëm për ta në sistem. S'na duhet të dhëna Haruka. Duhet t'i riciklojmë dhe t'i bëjmë kanaçe. Pikërisht, Jugu, kete drejt. Duhet t'i bëjmë copa. Po, të bëjmë një stol të rehatshëm alumini me ta. Ka qenë kur në këtë gjendje. Habitet që vazhdon të punojë. Ne mund të arrim t'im poshtim ata. Akira, ata janë më të fortë nga sa mendon ti. Shiko sa lehtë na ndaluan ne. Kjo është e vërtet, por nuk donin të shkatronin ty. Pyetja është përse? Duhet ta pranoj, është vërtet interesante që nuk provuan të shkatronin në robotin kundërshtar. Nuk arrita kuptoj. Ç'janë gjithë këto vende të rrethuara për robotët luftëtar? Ai Kuqaloshi na tha se do të na vras nëse ne do të guxojmë të kthehemi sërish në ato male. Ndoshta po fshehin ndonjë sekret të madh atje. Po, një sekret. Po filloj të mendoj, po sikur të kenë diçka speciale ata? E vërteta është... Ja ku qënë keni? Pra këtu qënë keni fshehur ju qilimi. Çfarë? Ekipi Akira jeni të pushuar. Ikni prej këtej që tani. Hey! Nuk kemi nevojë për frikacak si puna juaj këtu. Ikni prej këtej që tani. E, ju, ne jemi ekipi Akira! Tu nuk ka asnjë frikacak. Akira, ku po shkon? Bonrexi na tha që të mos ktheheshim më kurrë në male. Po ndodh diçka e çuditshme në atë lugin, dhe unë dua të di çfarë. Dhe po shkon vetëm, ata renegatët për pak na e shkatruan të gjithë ekipin. Atje lart ka një mister të madh dhe unë do ta zgjidh. Ata mund ta kishin shkatërruar Bulionin dhe ta kishin kthyer në një mal me plerat e Gulionin, por nuk e bën këtë. Kjo histori është më e thellë dhe unë duhet të shkoj në atë lugin për të folur me ta. Duhet të zbuloj ç'është gjithë ky mister. Ai ka të drejtë. Prit, do të vijë edhe unë me ty. Po pse? Shiko, shoku, mund të kesh nevojë për dikë që të ndihmoj. Mirë. Forca, ikim atëherë. Po vi prapa te. Po, iki! Do shihemi!
Dëgjoj me shumë kujdes. Po shkojmë të marrim disa përgjigje, jo të luftojmë. Unë besoj se e kupton çfarë duhet të them, apo jo Ryugu? Po, e kuptova. Hey, mua më quajnë Akira Gibono. Dhe unë jam Ryugu. Bonrex, Dispector, Tribrirësh, ne duam të flasim me ju. Ju lutem. Nuk duam të ndeshemi, po ju themi të vërtetën. Ndoshta ky gjest do të thotë diçka. Unë po e hem kur shpatën. Nuk jemi armiq tuaj. Ju lutem, përpiquni ta kuptoni. Ju tham të mos ktheheshit. Dua ta di, për çfarë arsye po e bëni gjithë këtë? Tregohu mirënjohës, Akira. Ju a kursyem jetën një herë. Pas meje. Kjo është çmenduri. Duhet të kem një vit bandë. Të kapa. Mos kujdeso. Mbahu. Të kam kapur. Akira, më lër të iki ose do pjetë. Jo sot Kanaçe Pepsi. Po mbaj mend se më ke një poshtë të madh për këtë. Ti na shpëtove Mund të Bonrex? lija dy shok të ekipit që kanë kaq guxim të bini në vorbullën e ujit. Buljoni është në rregull. Jam rregulluar plotësisht. Faleminderit. Tani duhet të pastroheni. Dhe me një nga ato gjërat me aron pishe. Kush e di nëse është mirë Akira atje? Dilni para kosha të ndriskur. Çfarë po ndodh? E di si është puna. Kryebashkiaku mblodhe gjithë robotët e vjetër të qyteteve pranë për të shkatruar Fabrika e robotëve? Ka qenë një fabrikë e rëndësishme robotësh në këto male dikur. Robotët që ndërtoheshin këtu përdoreshin në të gjithë botën. Por e dini, teknologjia vazhdon të përmirësohet dhe ata robotët e rëndësishëm ishin më dhe aq të rëndësishëm. Kështu pra është puna e robotëve luftëtarë që tani mendohet se janë një pengesë. Pra ata e mbyllën fabrikën. Pra e kuptoni djema, kryebashkiaku dërgoi ekipet e tij të panumërta për të na larguar nga vendi ku ishim fshehur. Ne imposhtëm të gjithë, por pa shkatruar asnjërin. Unë jam e sigurt që Bonrexi po përpiqet të mbrojë të gjithë robotët dhe fabrikën. Duket sikur po përpiqet të mbrojë familjen e tij. Unë kam qenë ligji këtu përpara se të lindit ju. Robotët dhe njerëzit këtu kanë jetuar dhe punuar gjithnjë në paqe. Kjo mori fund me kryebashkiakun e ri. Por ajo ishte një kohë dhe vend tjetër. A kam të drejtë, miku im? Në vend që ta shpëtonte fabrikën për vlerat kulturore dhe historike, kryebashkiaku shikon vetëm shenjat e dollarëve. Që të arrijë të ndërtojë Nekria Land, fabrika, Bonrexi dhe të gjithë të tjerë duhet shkatrohen, s'mund bëj asgjë për ta ndaluar. Por ti duhet i ndalosh. Ryugu dhe Akira janë atje me Bonrexin. Nuk është e mundur kjo. Shoqëria njerëzore lulëzoi nga puna e vështirë që bën paraardhësit e tyre. Dhe ne jemi këtu sot dhe për shkak të atyre robotëve të vjetër luftëtar. Ata mund të japin shumë, por me që janë të vjetër duket se i quajnë të padobishëm. Për Bonrexin dhe për ty Ryugu, këta robot janë si paraardhësit e lashtë. E kuptoj. Ne duam t'i mbrojmë këta robot dhe këtë fabrikë në të njëjtën mënyrë që njerëzit mbrojtën paraardhësit e tyre. Kështu duhet jetë. Dhe ne do të ndihmojmë. Si thua ti Ryugu? Po, ashtu është. Do ta mbrojmë bashkë këtë vend. Po, Edhe pse jeni të rinj, jeni të guximshëm dhe të mençur. Ma në fund ju kapëm. çfarë? Ky do jetë fundi juaj dhe i relikeve tuaja nga e kaluara. Por ata s'kan bërë asnjë gjë të keqe.
Po ju të dy çfarë po bëni këtu? Po ky vend është shumë i rëndësishëm për të gjithë robotët luftëtar. Ju duhet të përpiqeni ta kuptoni. Çfarë? Lëreni të qetë këta robot. Kjo është vendlindja e tyre. Hapni zjarr dhe gjuani me çdo lloj arme që keni. Ose ndaloni zjarrin derisa ata të kthehen për skat. Trajmok, mbahu! Kryebashkiaku po mundohet t'i vë robotët kundër njëri tjetrit që mos kenet më asnjëri nga ju. Vazhdoni derisa t'i shkatroni të gjithë. E dëgjuar çfarë tha shefi? Vazhdoni të dëgjoni. Von Rex, kujdes! Ki kujdes, Bulion! Hey, Castor, mendova se mos do kishit nevojë për ndihmë. Po! Ryugu dhe Daigu, procesi ndryshimi! Vazhdoni të gjuani, shkatrojni! Gaigander, topi i dragojit! Sul! Gaigander, kur në jetën time nuk kam parë një fuqi të tillë. Jeni të gjithë robot të padobishëm, vazhdoni t'i sulmoni! Të gjithë robotët e kryebashkiakut ndaloni zjarrin. Nëse vazhdoni të luftoni do ta kaloni jetën që u ka mbetur në burg, dëgjuar. Kjo vlen dhe për ty, kryebashkiak. Nëse do të mbash punën që ke, largohu me njëherë, kuptove? Puna ime nuk është vetëm të zbatoj urdhrat tuaja. Çfarë the? Puna ime është të mbroj dhe paqen këtu në qytet, zoti kryebashkiak. Çfarë? Kryebashkiaku s'më paguan e shumë sa të shkoj në burg, ha? Forca, theuni këtu, frikacak, theuni! Ti shkatrojmë nga robot! Faleminderit njerëz të ligjit! Akira, ekipi juaj tregoi shumë guxim kur ndihmoi Von Rexin dhe të tjerët. Dhe ti më ndihmove të rifitoja diçka që kisha humbur si njeri i ligjit, krenarin. Ne jemi të kënaqur që ju ndruat sjellje. Robotët dhe fabrika do t'jenë të sigurta në duart e tua. Ashtu është dhe unë propozoj që robotët dhe fabrikat jenë pjesë e përhershme e ne krijas. Fjalën tuaj? Ju keni fjalën time, partner. Është një artefakt fantastik historik dhe unë jam shumë e bindur se njerëz nga e gjithë bota do të vinë me dëshirë një ditë që ta shikojnë. Pra Dima, çfarë do të bëni tani që e shkuara juaj do të jetë duar të sigurta? Nuk e di. Djema, a e dini çfarë? Përse nuk vini me ne? Na pëlqeni të gjithëve kaq shumë, pastaj nanijen ton ka vende për ju. Po, e janë në Thailand me ne. Ne kemi shumë dëshirë. E janë ju lutem. Kemi shumë dëshirë. Faleminderit miq. Do na pëlqente kjo. Ju jeni luftëtar fantastik. Ju jeni të parët. Duhet të shkojnë në shtëpi të mbledh plaçkat. Shihemi më vonë, miru pafshim. Mbani lidhjet, mos na harroni. Dhe pas gjithë kësaj nuk fituam asnjë çmim në para. Para duhet të shkojnë muzeut, apo jo? Wow, një fitore dhe një dhurim. A nuk jemi shumë të zot ne? Dhe kemi diçka që s'mund të blihet me para. Ç'është kjo? 3 shok fringo të rinj, apo jo Von Rex? Pa dyshim, Akira. Pa dyshim.